Mirëmërdita, besoj që i dëgjuat vendimet e qeverisë sot. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do të thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë e konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marri parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës së Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Kështu që këtu merr fund çdo lloj shqetësimi i atyre që janë pretendent të sinqert të pronës, dhe çdo kush tjetër që shfaqet si pretendent me Shqipërinë e shqiptarëve në gojë dhe me kurdisjen e duarve të tjera nga mbrapa, mund të vazhdojë të shfaqet, por nuk është më problemi ynë. Nëse ka pyetje, jam në dispozicion, por kam një kohë të kufizuar sepse kam një tjetër komunikim që nuk mund ta lë me dikë jashtë vendit. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zoti Rama, një ditë më parë ju i bët thirrje protestuesve që të uleshit për dialog dhe të bisedonit. Por ata vijuan të protestonin në ditën e tretë përpara zyrës tuaj dhe deklaruan se pa dorëheqje nuk ka dialog. A keni ju një kundërpërgjigje për ta të cilët kanë lajmëruar sërish sot në orën 18 një tjetër protest? Dorëheqjen e kujt? Tuaj. Aha. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që
asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Zoti Kryeministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, ne patëm mundësi të njeheshim me qëndrimin tuaj pas protestës në selinë e Partisë Socialiste. Ju përmendët edhe tani agimin e artë. Sa të angazhuara kanë qenë institucionet ligjzbatuese shqiptare për të provuar nëse ka patur ndërhyrje nga shtetet huaja apo vende jo dashamirëse me Shqipërinë. Kush nuk ka kuptuar akoma këtë, nuk ka për ta kuptuar as me fjalën e agjencive ligjzbatuese, por ju e dini të paktën dihet botërisht sepse për këtë jemi të respektuar edhe brenda NATO-s, kemi një nga mbrojtjet më të forta kundër terrorit kibernetik, dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, por natyrisht ky nuk është një territor i terrorit kibernetik, ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, për cilën kemi dëgjuar nga vende tjera dhe e cila ka ardhur edhe këtu në vendin tonë. Janë të panumërta burimet e botës demokratike që kanë nxjerrë raporte dhe studime se si forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të saj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djemë, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë din këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, por natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qenë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flas për shumë fusha, për shkak detyrës, të cilat nuk kam se si t'i njoh vetvetiu dhe as nuk mund të shkoj mbas Beri Hajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet.
Rezorit luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Dhe t'i thonë, unë jam një shqiptar që nuk kam të ardhura nga familja ime, dhe familja ime nuk i ka të ardhura për shkuar në një rezort luksos, pse duhet unë t'a pranoj ndërtimin e rezortit luksos? Dhe do marri përgjigjen që rezorti luksos prodhon të ardhura edhe për të, sepse është diçka e studiuar dhe e bazuar në fakte, e nënvizuar nga organizatat më serioze ndërkombëtare, që €1 që hyn në një rezort luksos shoqërohet me 1,6 deri në €2 që hyn në ekonominë lokale të atij vendi. Se rezorti luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vinë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan pagat e pensionet dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë Malin e Zi. Dhe pyetja shumë e Mali i Zi nuk prodhon raketa, Mali i Zi nuk prodhon makina, Mali i Zi nuk ka ndonjë sektor aq të suksesshëm të teknologjisë digjitale si vendet tjera. Çfarë prodhon Mali i Zi? Cili është motori më i madh ekonomik i Malit të Zi? Turizmi. Atëherë, si shpjegohet që në Malit të Zi prej kohësh pagat janë më të lartat në rajon me diferencë të madhe? Ne kemi filluar tani që t'i afrohemi Malit të Zi, se kemi qenë mysybet në raport me Malin e Zi. Si shpjegohet që pensionet në Malin e Zi janë në një nivel tjetër? Përgjigja shumë e thjeshtë. Rezortet luksoze. Kaq e thjeshtë është. Kështu që nuk kam asnjë dilemë për këtë dhe nuk kam asnjë arsye që të mendoj se me vetdijen time Shqipërisë i duhet hequr qafe ky projekt. Syri Televizion. Kisha dy pyetje zoti kryeministër. E para, ju thatë që jeni kryeministër i votuar nga shqiptarët, patjetër, po besoj dhe qytetarët që protestojnë në bulevardin pas krave tonë, dhe ato janë qytetarë shqiptarë. Si kryeministër besoj që një pjesë të mirë qytetarëve keni detyrimin t'i thoni se kush po i shtyn këto qytetarë që të protestojnë, me që ju thoni që ka forca terta apo persona të tjerë mbrapa që i shtyn. Dhe pyetja e dytë, përveç kërkesës për dorëheqje dhe thirrjes për dorëheqje, ka nga protestuesit është artikuluar dhe fjala burg. Ju nëse do t'ishit në kushtet... Fjala çfarë? Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse ju do t'ishit në kushtet midis burgut dhe dorëheqjes, do t'jepni dorëheqje për shmangur këtë fundit? Tani unë nuk do të përgjigjem, sepse po të përgjigjem do konsiderohem si njeri që nuk respekton mediat. Kështu nuk kam përgjigje për këtë pyetje, sepse kjo pyetje nuk është pyetje fare. Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike. Ndërsa, për sa më takon, unë e di shumë mirë që ata që vinë protestojnë janë shqiptarë. Dhe unë nuk u përgjigja ndaj shqiptarëve që vinë protestojnë, u përgjigja ndaj atyre që thonë ne duam dorëheqjen pa kushte, duke thënë që unë nuk kam fare ftesë për ta. Nuk janë ata që kam ftuar unë, se unë e di se cilët janë ata, unë e di se si funksionojnë ata, dhe ata janë pjesë e manipulatorëve. Ndërkohë unë e kam me ata që janë pjesë e asaj turme, ose ati grupin bulevard, që nuk kanë lidhje
me këta të parët që nuk dalin në bulevard për të kërkuar dorëheqjen time. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në për rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari kam udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një strukture e cila është tërësisht e pavarur nga unë dhe e cila bën punën në shërbim të drejtësisë. Kështu që janë gjëra tërësisht të ndara. Dhe kjo është prap pjesë e spekulimeve dhe e manipulimeve, por unë kam parë shumë nga këto, edhe këto së më bëjnë përshtypje fare. Janë film shumë i vjetër që ka gjithmonë një në fund. Dhe ajo që më vjen keq me ata që vazhdojnë, i shkojnë nga mbrapa, atyre honxho-bonxhove të tjerë që janë në ndritarësit profesionist të Shqipërisë, është që janë njësoj si ata që shkojnë të njëjti film dhe mezi presin që fundit jetë ndryshe dhe që personazhi i tyre të triumfoj. Nuk ndodh kjo. Është një film me fund që e kam parë gjithë. Pyetje tjetër ka? Sa minuta? E mirë, ju përgjigja më të rëndësishmëve, kështu që faleminderit dhe shumë falë.